Kredia për blerje banesash vijoi të rritet edhe në vitin 2025, duke shënuar vitin e 7 radhazi me rritje. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vlera e kredisë së re për shtëpi arriti 64.4 miliard lek, ose rreth 658 milion euro, duke thyer rekorde historike. Portofoli i përgjithshëm i kredive për shtëpi në fund të vitit 2025 ishte 243.6 miliard lek, duke treguar se huamarrësit shqiptar vijojnë të kërkojnë kredi për të blerë prona. Rritja kryesore vijon të jetë tek kredia në monedhën vendase. Vitin e kaluar, 48.5 miliard lek kredi u dhanë në lek, ndërsa kredia në euro arriti 16 miliard lek, duke shënuar rritje mbas një ngadalësimi të vitit 2024. Ekspertët thonë se normat e ulta të interesit, rritja e çmimeve të pasurive të paluajtshme kanë bërë që shumë familje të shohin kredin për shtëpi si një investim të sigurt për të ardhmen. Në 5 vitet e fundit, sektori bankar ka dhënë rreth 254 miliard lek kredi të reja për blerjen e banesave, mbi dyfishin e 5 vjeçarit të mëparshëm. Megjithatë, Banka e Shqipërisë shpreh shqetësim për rritjen e shpejtë të kredisë për pasuri të paluajtshme dhe ka nisur të aplikojë kufizime. Qysh prej një koriku të vitit 2025, banka duhet të respektojnë disa kritere të reja për sigurimin e kredive, duke vendosur limite në financimin e shtëpive të para dhe të dyta, si dhe në raportin mes këstit të kredisë dhe të ardhurave të huamarrësve.